Përshëndetje, një mëngjes shumë i mirë për gjithë. Hir dhe paqe nga Zoti ynë dhe shpëtimtari Jezus Krisht. Hir dhe paqe për deret e Jezusën. Dhe hir e paqe, kjo është përshëndetje e vërtet në beselidhjen e re, në marrëdhënien e re, por ata që kanë ndezur këtë televizor. Pa ditur saktësisht për çfarë bëhet fjalë. Për gjërat e Zotit, për Biblën e shenjtë, por që do të dëgjojnë fjalën sepse janë dele. Unë jam apostulli Miguel Angelo nga Kisha Ungjillore Krishti Jeton dhe sot dua të flas për një nga temat bazë. Unë personalisht e konsideroj këtë si shtyllën kryesore, kurizore të Ungjillit, shtylla boshtin qendror mbi të cilin mbështetet gjithçka, e jetës shpirtërore. Dua të flas për misionin e Jezusit kur erdhi në këtë tokë, kur jetoi në këtë tokë, kur vuajti, vdiq dhe u ringjall në këtë tokë, shlyerjen e mëkateve tona. Pastor, ç'a do t'i thumash zemrës time? Dua të flas me ty për shpëtimin. Ky ishte misioni i Jezusit. Ai erdhi për të kërkuar dhe shpëtuar ata që ishin të humbur. Dhe ju e dini, ose ata që nuk e din, do ta mësojnë sot, se kjo është tema më e kontestuar, si nga njerëzit që e quajnë veten të krishterë, ashtu edhe nga njerëzit që nuk e njohin Ungjillin. Sepse Bibla e bën të qartë se shpëtimi i Jezu Krishtit nuk është shpëtimi i njerëzve, i predikuesve, por shpëtimi i Jezu Krishtit. Nuk mund të humbasesh. Pra, ne e kuptojmë në dritën e Biblës se një person i shpëtuar, pasi është shpëtuar, është i shpëtuar për gjithmonë. Nuk ka gjë tillë si humbja e shpëtimit. Amerikanëve shumë u pëlqen të përdorin shprehjen backslide, që do të thotë të rshqasësh prapa. Sipas Biblës së shenjtë, është e pamundur që ajo që bën Zoti ose ajo që jep Zoti, dikush ta marrë ose ta humbasë. Shpëtimi as fitohet, as humbet. Shpëtimi është një akt që i përgjigjet sovranitetit të Zotit në jetën tona. Pra, kur dua të flas me ty për sigurinë e shpëtimit, jam absolutisht i bindur se po ngre një flamur çlirues, sepse siguria e shpëtimit është një nga të vërtetat çliruese të fjalës së Zotit. Shpëtimi, soteria nga origjinali grek, mbështetet në veprën e plotë të Jezu Krishtit. Ajo që ai erdhi të bënte, që u përmbush në kryqin e Kalvarit, po e përsëris si shlyerje për mëkatet tona, ai e pagoi. Çmimi, sakrifika e Jezusit, ai e kënaqi zemërimin e Zotit, duke paguar plotësisht borxhin që ishte kundër nesh. Pra, Jezu Krishti është besnik, Jezu Krishti është i pandryshueshëm. Fjala e tij është besnike, është e pandryshueshme dhe është e pagabueshme. Prandaj, shpëtimi nuk fitohet nëpërmjet veprave. Kjo është pika e parë. Sepse në librin e Efesianëve, unë jam një i krishterë që imiton Palin. Pali tha, "Bëuni imitues të mi, ashtu si unë jam imitues i Krishtit." Ishte nëpërmjet apostullit Shën Pavel që Perëndia zbuloi misteret që kishin qenë të fshehura që nga përjetësia. Nëpërmjet tij, ai mësoi kishës të shpall urtësinë e shumë llojshme të Perëndisë. Nuk po flasim për një urtësi të vogël njerëzore, që është marrëzi sipas fjalës së Palit te Korintasve. Marrëzia e njerëzve, urtësia e njerëzve është marrëzi. Po flasim për fakte që janë absolutisht të domosdoshme për të njohur, sepse ose njeriu beson, ose nuk beson. Nuk mund besoj në mënyrë të gabuar. Pra, shpëtimi nuk fitohet me vepra, është një dhuratë nga Zoti. Shiko çfarë thot Pali. Në librin e Efesianëve 2, me anë të hirit, ju jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit. Kjo nuk vjen nga vetja juaj, është një dhuratë nga Zoti, jo nga veprat, që askush të mos mburret, sepse jemi vepra e tij, të krijuar në Krishtin Jezus për vepra të mira, të cilat Zoti i ka përgatitur më parë që të ecim në to. Pra, e kupton që shpëtimi, soteria, vepra kryesore e Jezusit,
Ai thot, me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit. Kjo nuk vjen nga ju, nuk është diçka njerëzore, nuk është njeriu ai që një ditë pasi ka ngrënë një hamburger të prishur, natën vonë zgjohet ose nuk mund të flej dhe thot, sot është dita ime për Zotin. Jo, kjo është një plan i përsosur, është një qëllim që Zoti ka me delet e tij në këtë tokë. Nuk varet nga ai që do, nuk varet nga ai që vrapon. Djalli madje krijoi një doktrinë të quajtur vullnet i lirë. Ju e dini që ky shprehje nuk gjendet në Bibël. Ashtu si trinia qellore nuk është në Bibël, si mund ta pranosh? Jezusi nuk është në Bibël. Kjo është pjesë e një projekti manipulimi që njerëzit kanë me delet e Jezusit. Pra, shpëtimi nuk fitohet me vepra, është një dhuratë nga Zoti nëpërmjet hirit, dhe palisa jo nga vepra, që askush të mos mburret. Pra, nuk jam unë, nuk isha unë që mora nismën, unë isha i vdekur në mëkate dhe shkelje. Shiko çfarë thot Bibla te Efesianëve 2. Ai ju dha jetë ndërkohë që ishit të vdekur në mëkate dhe shkelje. Si mundet një person i vdekur shpirtërisht të ketë guximin të thotë, unë e pranoj Jezusin, është i vdekur? Nëse nuk ka një ndërhyrje nga Zoti, nëse nuk ka një qëllim nga Zoti, nëse nuk ka një thirrje, dhe mbi të gjitha hiri i Zotit ton Jezu Krisht. Me anë të hirit jeni vetëm nëpërmjet besimit, jo nga vetja juaj, është një dhuratë nga Zoti, është një dhënie nga Zoti, është një hir i rrallë nga Zoti. Prandaj, ai është sovrani, ai është që merr nismën. Shpëtimi është i tij. Nuk mund të blihet, nuk mund të fitohet dhe natyrisht nuk humbet. Sepse nëse do të humbje shpëtimin, ku do të ishte? Fuqia e gjakut të Jezusit. Nëse shpëtimi do të varej, nëse siguria e shpëtimit do të varej nga sjellja ime, shiko, i dashur, po të them diçka, asnjëri prej nesh nuk do të shpëtohej apo do të mbetej shpëtuar. Asnjëri prej nesh, përfshirë edhe ty që kundërshton sigurinë e shpëtimit, nuk do të ishe i shpëtuar. Të gjithë ne kemi mëkatuar, të gjithë kemi gabuar, nuk ka as edhe një të drejtë mbi tokë, asnjë. As edhe një që të bëjë të mirën, nuk ekziston asnjë, thot Bibla e Palit, kapitulli 3 tek Romakët, vargu 10. Nuk ka as edhe një që të kërkojë, që të kuptojë, që të bëjë të mirën. Nuk ekziston. Ajo që i pëlqen njeriut është të ndihet pak si perëndi me çështje që i përkasin vetëm Zotit. Kjo është e vërteta. Pra thuhet se nuk është nga veprat që askush të mos mburret. Dhe pse arjun të shpëtimi? Sepse ai thot jemi krijes e tij, të krijuar në Krishtin për vepra të mira, të cilat ai ka përgatitur më parë që të ecim në to. Pra, ky është një plan i përsosur. Zoti ka një premtim për jetën tënde, i dashur. Është mirë të ulesh armët përballë çështjeve të Zotit, sepse Zoti është Zot, njeriu është njeri. Dhe kur flitet për sovranitetin e Zotit, njeriu reagon shumë, sepse ai do të ketë pjesën e vet. Reformatori i madh Martin Luteri thoshte, nëse njeriu mendon se ka ndonjë pjesëmarrje në shpëtim, në të vërtetë ai nuk e njeh as Zotin, as Biblën e Shenjtë. Shumica e njerëzve që janë foltore nuk e njohin as Zotin, as shkrimet e shenjta. Pra, kjo është rezultati i mëshirës së Zotit. Dhe do të themi gjë, ki sigurinë atë që të thot një profet. Shpëtimi është i pakthyeshëm. Një herë i spëtuar për jetë. Pastor, por unë i dëgjoj manipuluesit që thonë se Zoti e fshin emrin nga libri i jetës. Njerëz, mos u jepni vesh këtyre zerave. Jezusi tha, gaboni sepse nuk i njihni shkrimet e shenjta. Gabon sepse nuk njeh. Dhe shkrimet njihen përmes zbunesës. Duhet që Zoti të heq luspat nga syt shpirtëror. Duhet që Zoti të heq velin e Mojsiut kur një person kthehet, që ai të kuptojë sa e rëndësishme dhe sa e sigurt është shpëtimi. Ajo është e pakthyesme, ajo është e përjetshme. Ne u blem me gjakun e Jezusit. Pra, siguria e shpëtimit është e mbështetur në sovranitetin e Zotit. Nuk ka të bëj fare me predikuesin, nuk ka të bëj fare me mua, është angjelo, nuk ka të bëj, jo, ka të bëj me Zotin dhe vetëm me të. Zoti është sovran.
Kur Jezusi flet dhe Gjoni shkrua në kapitullin 17, a i thot, shiko, në vargun kapitullin 15, a i thot, nuk ishit ju. Le ta shohim këtë këtu, që nuk ishte në skenarin tim. Le të shkojmë. Kapitulli 15, vargu 16, po shikoj në Bibël, shkrimet e pagabueshme, shkrimet që nuk dështojnë, që nuk gabojnë, që janë zëri i Zotit. A i thot kështu, nuk ishit ju që më zgjodhët mua, pra nuk është njëju. Njeriu i pëlqen të ndihet i hynizuar, i duar trokitur, por në të vërtet njeriu është pluhur. Nuk ishit ju që më zgjodhët mua, përkundrazi, unë ju zgjodha ju dhe ju caktova që të shkoni dhe të sillni fryte, dhe fryti juaj qëndroi. Pra Zoti po thot, jo, ishit ju. Ende në kapitullin 3 të librit të Gjonit, a i thot kështu. Në kapitullin 3, vargu 27, a i thot kështu. Njeriu nuk mund të marrë asgjë nëse nuk i jepet nga qielli. Pra, siguria e shpëtimit është e pohuar në këto fjalë që njohin sovranitetin e Zotit. Ne jemi zgjedhur që para themelimit të botës. Jemi i vulosur nga shpirti i shenjtë. Askush nuk mund të heqë këtë vuj. Ne o vulosëm për ditën e shpengimit. Zotëri predikues, ju që e doni Biblën, e doni të vërtetën, thot Bibla, ne ishim i vulosur për ditën e shpengimit. Ne nuk u vulosëm për ditën e dënimit. Ne u vulosëm për ditën e shpengimit. Askush nuk mund të heqë të vull. Apostoli Shën Pali, kur shkruan të Romakëve, thot, në as vdekja, as jeta, as principatat, as pushtetet, as shpata, as lartësia, as thellësia, as dhe një gjë tjetër në gjithë krijimin, nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndis. Kush është kjo krijesë? Për kë po flet Pali? Për predikuesit të rrem që manipulojnë delet e Jezusit, të cilëve u intereson vetëm xhepi i deles së Jezusit, dhe pastaj i mbajnë gjithmonë duke ecur mbi tehun e briskut. Nuk është e rrallë, është zakan. Kanë ardhur njerëz në shërbesën tonë duke thënë, apostull, kam jetuar gjithë jetën time, nuk e di sa vite. Në një denominacion, kam jetuar gjithmonë mbi tehun e briskut, gjithmonë me mundësinë që të humb shpëtimin, gjithmonë me mundësinë që djalli të më kape, gjithmonë me mundësinë që Zoti të fshijë emrin tim nga libri i jetës. Gaboni, tha Jezusi, sepse nuk i njihni shkrimet e shenjta. Dhe kjo është ajo që bëj unë. Të jesh këtu në televiziona shumë e kushtueshme. Ne duhet ta shfrytëzojmë këtë me mençuri, sepse unë besoj në ato që Zoti bën përmes predikimit të tij. Çiko çfarë tha apostulli Shën Pali kur i shkruan Tikës. Në kapitullin 3, vargu 5, thuhet kështu, vargu 4. Kur, megjithatë, u shfaq mirësia e Perëndis, shpëtimtarit ton, dhe dashuria e tij për njerëzit, jo për vepra drejtësie të kryera nga ne, Titi 3:5, jo për vepra drejtësie të kryera nga ne, por sipas mëshirës së tij, ai na shpëtoi. Nuk ishte sipas vullnetit të lirë. Ishte sipas mëshirës së tij. Nuk varet nga ai që do, nuk varet nga ai që vrapon, varet nga Perëndia që përdor mëshirën e tij. Ai e ka përdor për mua, po e përdor edhe për ty. Thuhet, nuk varet nga ai që sipas mëshirës së tij, ai na shpëtoi nëpërmjet larjes, rilindjes dhe rinovimit të shpirtit të shenjtë, të cilin ai e derdhi mbi ne me bollëk, nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit ton. Pra, ai thot se na lau dhe na rilini. Cili është njeriu që nunet dhe lahet dhe të rilinët vetë? Nëse njeriu pa Perëndin është i vdekur në mëkate dhe shkelje, dhe më keq se kaq, është i verbër shpirtërisht, nuk ka aftësi të kërkojë, i mungon dashuria, nuk e njeh, nuk di çfarë është e mira. Satanaj krijon një situatë verbërie shpirtërore që njeriu të mos shoh lavdinë e Perëndis. Pra, një person i shpëtuar, ose soteria, është ai që është i çliruar nga mëkati, i çliruar nga djalli, i çliruar nga errësira, i çliruar nga dënimi, i çliruar nga gjykimi përfundimtar. Nuk ka dënim për ata që janë në Krishtin, Jezusi.
Ai shërohet, çlirohet, transformohet, rigjenerohet. Imagjinoni sikur njeriu mund të arrinte një vepër që vetëm Zoti mund të arrinte. Lavdia mund të jepet vetëm Zotit. Mos ja jepni kurrë lavdin njerëzve i dashur. Kurrë. Kush manipulon delet e Jezusit, siç tha Pali, ashtu si shumë të tjerë që e kthejnë në tregti, ky është problemi. Ai tha, unë nuk bëj si shumë tjerë që tregtojnë fjalën e Zotit. Pra, njerëzit nuk kanë njohuri, janë të dobta në besim, janë plot me probleme, plot me vështirësi, kriza, dhimbje ekzistenciale, si delet lodhura që nuk kanë bari. Pastaj vjen dikush dhe thot, kujdes, shiko mirë, vazhdo të mëkatosh që të shofësh çfarë do të ndodh. I dashur, hiri i Zotit nuk ka fokus të mëkati. Ai tashmë është bërë mëkat për le. Pastor, çfarë ndodh kur një besimtar i cili është i shpëtuar bën një gabim? E bi? Ai rrezikon ose do t'ju them, do të ndodh që personi të disiplinohet, të korrigjohet dhe të ndëshkohet. Riesh me këmbëzik në njerë do të fot vdekje parakoshme. Tani, a ka ndonjë engjëll në qiell me gomë, siç thon hispanikët, një borador? U fshifte emri yt nga libri i jetës. Jo përkundrazi, Jezus nuk do ta fshi emrin tënd nga libri i jetës, përkundrazi. Do ta prezantoj atë me atim. Pra ne u vulosëm nga fruma e shenjtë, tani jemi fëmijë të Perëndis. Asa mëkati nuk mund të na ndajë nga kjo dashuri, edhe nëse gabojmë, Perëndia mund të na disiplinoj, korrigjoj dhe ndëshkoj. Pastaj, vepra e shpëtimit nuk ka të bëjë fare me qenjet njerëzore. Kisha një fjalë të fundit, sepse koha po mbaron, më pyet ti apostull, por si ti identifikoj këto të vërteta? Dhe ashtu si një dele, delja ka daullë veshi si delja, apo jo? Ai e pranon fjalën sepse është një dele. Ata që nuk janë dele nuk e pranojnë fjalën, nuk e kuptojnë fjalën. Pali thot kështu, 1 Korintasve 15, vëllezër, po ju kujtoj ungjillin që ju kam shpallur, të cilin e keni pranuar dhe në të cilin qëndroni ende. Përmes tij edhe shpëtoheni, nëse e mbani fjalën ashtu siç ju a kam predikuar, përveç nëse keni besuar kot. Ekziston shpëtim, çlirim, vulosje me shpirtin e shenjtë, përjetësi, vetëm nëse personi dëgjon ungjillin e vërtet. Dhe ekziston vetëm një ungjill, që është ungjilli i shpëtimit, që është ungjilli i hirit Perëndis. Pali thot, përmes tij ju shpëtoheni nëse e mbani fjalën ashtu siç ju a kam shpallur. Pra, shpëtimi nuk vjen nga meritat, nuk vjen nga sakrificat, nuk vjen nga ritet, nuk vjen nga larjet në pagëzimet e një pasnjëshme, 1, 2, 3, 10 pagëzime, 20 pagëzime. E gjithë kjo është një manipulim i madh mbi qengjin e vogël. Qengji i vogël kur nuk është i lirë. Me këtë sistem, qengji i vogël kur nuk është i lirë. Jezusi tha, do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëjë të lirë. Pra, nëse biri ju çliron me të vërtet do t'jeni të lirë. Pra, unë mund të jemi i lirë dhe i shpëtuar, pa frikë nga e ardhmja apo përjetësia, vetëm nëse dëgjoj ungjillin e hirit të Perëndis. Nëse sot ke dëgjuar shpirtin të thotë se shpëtimi i Jezusit nuk ka hije as ndryshim tek ai. Faraos e pa korruptueshme. Beson të vërtetën, sepse e vërteta tashmë të ka çliruar. Të presim në Kish, rruga Marica 320 në lagjen Campinos, zona perëndimore e Rio Janeiros, në orën 9 të mëngjesit, në orën 5 të pasdites këtu te Krishti i Gjallë. Një katedrale e bukur, një vend i lavdishëm, një vend i mrekullueshëm, ku shfaqja e Perëndis shihet me sy të vërtet. Hir dhe paqe, apostull Michelangelo, Kisha e Krishtit të Gjallë. Një përqafim i ngrohtë për të gjithë dhe faleminderit për nderin që na dha të mund të analizojmë fjalën e Zotit së bashku. Fal Zotit